Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në News Hour. Unë jam Habi Hoxha, do t'jemi së bashku në vijim. Amerikanët rikthehen në SPAK, zyrtarët e OBDA, të cilët kanë asistuar strukturën e posaçme antikorrupsion që prej krimit të saj janë ripar në mjediset e prokurorisë së posaçme. Zyrtarët e misionit amerikan që mbështet drejtsinë shqiptare, të duhet të kujtojmë, ishin larguar disa muaj më parë pas vendimit presidentit Trump për pezullimin e fondeve të USAID. Po do të lidhemi tani me kolegun Ermal Via për një informacion më të plotë. Ermal, të përshëndes, në SPAK rikthehen amerikanët apo jo? Janë në fakt përfaqësues të misionit OBDA, të cilët, po themi, funksionin e tyre kishin të pezulluar prej datës 20 janar me urdhër të ambasadës, me urdhër të, po themi, të administratës së presidentit Trump, dhe tashmë ata janë rikthyer sërish në prokurorinë e posaçme për të asistuar pranë këtij institucioni, ku kryesisht në këtë mision ata kanë asistuar, kjo sa i takon hetimeve të prokurorisë së posaçme, sa herë që është dashur, le të themi, ndihma e këtyre përfaqësuesve, e gjithashtu është një zyrë, po themi, e dislokuar e përhershme në prokurorinë e posaçme, një zyrë e një prokurori, gjithashtu dhe asistentëve ligjor, të cilët kanë qenë pjesë e këtij misioni pranë prokurorisë së posaçme prej krijimit të këtij institucioni. Nga ana tjetër, në misionin e OBDA-tit, po themi, ka pasur një bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë e posaçme. Kjo fillimisht sa i takon trajnimit të prokurorëve, kryesisht trajnimet të prokurorëve të zhvilluara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për, le të themi, për thellimin e njohurive të tyre penale, e gjithashtu dhe sa i takon trajnimeve të zhvilluara në bashkëpunim me institucionet amerikane të drejtësisë. Nga ana tjetër, gjithashtu prokuroria e posaçme prej themelimit të saj është mbështetur edhe nga ana logjistike, nga ana e përfaqësuesve të misionit OBDA, kryesisht në ndërtimin edhe të laboratorit pranë prokurorisë së posaçme, apo edhe në trajnimin e agjentëve të Byros Kombëtare të Hetimit. Gjitha këto asistime, le të themi, apo edhe përkraje juridike janë marrë përmes një zyre që ndodhet në prokurorinë e posaçme, e cila prej datës 20 janar deri më saktë ditën e sotme ka qenë një zyrë, le të themi, e boshatisur, por tashmë sërish janë rikthyer për të dhënë të njëjtën mbështetje dhe të njëjtin mision të cilin ata kanë kryer prej, po themi, mbështetjes së prokurorisë së posaçme. Nga ana tjetër, në fakt, ne zyrtarisht jemi drejtuar edhe prokurorisë së posaçme, por edhe ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që ende nuk kemi një njoftim zyrtar sa i takon, po themi, mënyrës së rikthimit, por edhe gjatë largimit të tyre, në fakt, prokuroria e posaçme nuk ka dashur të japë një reagim zyrtar në atë kohë, pra me njëherë pas pezullimit, të themi, të urdhrit të administratës së presidentit Donald Trump. Por nga ana tjetër, ata janë rikthyer dhe do të vijojnë sërish mbështetjen për prokurorinë e posaçme në ato elemente, të themi, siç janë mbështetje sa i takon hetimeve kryesisht të krimit të organizuar apo dhe të korrupsionit të niveleve të larta, gjithashtu dhe mbështetjes në asistencë sa i takon nga ana logjistike për prokurorët e posaçëm, por edhe për agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit. Ermal Via, falenderoj për informacionet që solla. Goditjet e njëpasnjëshme nga Washingtoni po i sjellin siklete të reja doktorit dhe shpresave të tij për heqjen e non gratos. Rikthimi i zyrtarëve amerikan pranë SPAK nga administrata e re për Berishën nuk është një mbështetje nga presidenti Donald Trump. Sipas tij, Donald Trump nuk mund të mbështesë një prokurori politike pasi e ka provuar vetë diçka të tillë në Shtetet e Bashkuara. Por më në fund, gjyshi digjital i nxori aftësitë e tij. TikTok është mbyllur, po jo për doktorin, i cili përdor VPN dhe ftoi edhe të rinjt të bëjnë të njëjtën gjë. Në fakt, rrjeti social TikTok është mbyllur nga mbrëmja e së mërkurës. Asnjë përdorues nga Shqipëria nuk mund të operojë në këtë platformë përmes celularit dhe tabletit dhe brenda pak ditësh do të hiqet aksesi edhe përmes wireless. Ekspertët këshillojnë qytetarët të mos përdorin VPN që shkarkojnë falas pasi rrezikojnë të bien pre e hakrave që vjedhin më pas të dhënat personale. Qytetarët shqiptar nuk mund ta përdorin më rrjetin social TikTok në celularët e tyre. Bëhet fjalë për përdoruesit që aksesojnë këtë platformë përmes internetit të ofruar nga operatorët telefonik. Nuk e kemi të mundur që TikToku të aksesohet nëpërmjet telefonave, smartfonave, tabletave. Kjo, për që në realisht është vetëm faza e parë e mbylljes në 100% të aksesit të TikTokut në të gjithë territorin e Republikës Shqipërisë.
Megjithatë, TikTok është ende i aksesueshëm duke përdorur rrjetet wireless ose e thënë ndryshe me internetin toksor, me të cilën lidhemi me Wi-Fi. Por sipas Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, shumë shpejt do të bllokohet edhe ky shërbim. Në këtë moment ne po punojmë edhe me operatorët e ofrimit të shërbimeve të internetit, po ashtu edhe me autoritetet rregullator të fushës të komunikimeve elektronike dhe postare, në bashkëpunim shumë të ngushtë me të gjithë operatorët për të implementuar masa teknike për fazën e dytë që të bëjmë të mundur këtë mbylljen e plot të aksesit. Për ata që duan të aksesojnë këtë platformë, ka një tjetër mundësi se si të kenë sërish TikTok në celularet e tyre, duke përdorur VPN ose një mënyrë aksesi në internet nga jashtë Shqipërisë. Përdorimi i VPN-ëve, Virtual Personal Network, po ti themi emrin e plot, bën maskon trafikun, inkripton trafikun dhe vendodhjen e personit që e përdor e jep në shtetin në të cilin ju jeni lidhur. Pra IP-a publike nuk do jetë një IP publike shqiptare, por do jetë një vendi tjetër. Por kjo alternativë ka një sër rreziqesh. VPN-t falas janë një risk shumë i madh për sa i përket sigurisë së të dhënave. Duke instaluar një VPN falas, ti i jep mundësi që të jepësh hapësirë një hakeri të bëj një instalim të një malware ose një spyware në telefonin në pajisjen tënde mobile. Çka do thotë që me instalimin e VPN-s falas jemi shumë të rrezikuar për vjedhje të dhënash, për transferim të këtyre të dhënave në servera të tjerë. Instalimi i kësaj VPN-je falas mund të konsiderohet si instalimi një bombe në telefonin mobile e cila nuk i dihet se kur mund të shpërthejë dhe çfarë efekti mund të sjellë në vijim. Por cilat janë llojet e VPN-ve që po përdoren në Shqipëri? Nga ajo që unë kam lexuar ose kam parë në platformat forumet shqiptare se çfarë përdorin shqiptarët, ato 3-4 VPN që po përdorin, janë të gjitha nga kompani shumë të njohura dhe shumë të sigurt. TikTok do të jetë i mbyllur në Shqipëri për një vit. Qeveria shqiptare është në komunikim të vazhdueshëm me kompaninë për vendosjen e disa filtrave në momentin kur platforma do të rihapet sërish. Një nga masat që është kërkuar për të implementuar kompanisë TikTok është edhe aplikimi i filtrave, të cilat bëjnë të mundur identifikimin e gjuhës shqipe në mënyrë që të ketë mundësi aplikacioni të identifikojë gjuhën e ashpër ose të identifikoj pjesën e shantazhimeve, pjesën e bullizimeve në mënyrë që të mbrohen fëmijët të mos binë pre. Kryeministri Rama thotë se procedura për mbylljen e TikTok ka përfunduar. Ai u bën thirrje qytetarëve të mos kërkojnë VPN falas për të mos rënë pre hakerave që vjedhin të dhënat. Në një komunikim online, Rama zbuloi gjithashtu një pjesë nga programi i Partisë Socialiste, duke thënë se nga 1 janari vitit 2026 paga minimale do të rritet nga 400 në 500 euro. TikTok është mbyllur për telefonat smart. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët, kryeministri Edi Rama bëri thirrje për mos përdorimin e VPN-s falas, pasi hakerat mund të vjedhin të dhënat personale. Procedura për mbylljen e TikTokut ka përfunduar për telefonat smart dhe nga ana tjetër dua që të gjitha dinë se mënyra për t'ju shmangur bllokimit duke përdorur të ashtu quajturat VPN falas është shumë e rrezikshme, pasi dihet botërisht se përmes VPN-ve falas hakerat bëjnë namin në grabitjen e të dhënave të telefonit. Rama tha se TikTok do të rihapet sërish sapo kompania të vendos filtra për mbrojtjen e të rinjve. Duroni pa TikTok ca kohë deri kur të përfundojmë edhe programin e përbashkët me kompaninë TikTok, e cila së shpejti do të vijë në Shqipëri dhe do të paraqisë planin e rritjes së sigurisë për fëmijët dhe adoleshentët në mënyrë që të gjithë jemi të lumtur, edhe kompania, edhe prindrit, edhe fëmijët, edhe mësuesit, edhe ne. Kryeministri zbuloi pak edhe nga programi i socialistëve për 4 vitet e ardhshme, kur tha se nga janari 2026 paga minimale në vend do të jetë 500 euro nga 400 që është aktualisht. Pagën minimale kishim 157 euro, e kemi 400 euro dhe në vendim
si që kam thënë dhe më parë, në qershor do të bëjmë 500 euro duke që do të hyjë në efekt nga janari 2026, pagën minimale, 500 euro. Kritikëve që i thonë se nuk ka program, Edi Rama i përgjigjet me rëndësinë që ka antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, që siç thot ai, që të bësh pjesë duhet të kesh plane dhe projekte në çdo fushë. Po mirë, futja në Bashkimin Evropian, për shembull, ty nuk të duket program fare, po ti mendon se në Bashkimin Evropian futesh pa pas program për çdo fushë, me objektiva për çdo fushë, të merr Bashkimi Evropian sepse i thu që zgjidhni mes meje dhe bufit kënetës. Këtë të njëjtë Rama mori pjesë edhe në eventin Matchmaker Albania 2025, i cili bëri bashk investitor nga 37 shtete të botës. Kryeministri i bëri thirrje për investime në Shqipëri. Kjo është koha për të blerë qoftë edhe një gur në Shqipëri, sepse nesër do të jetë shumë vonë. Të gjithë do duan të vinë të blejnë dhe do të jetë shumë e shtrenjtë për shumicën prej jush. Ndaj çfarë do doni të blini e bëni, bëjeni tani. Kjo sepse është një moment ku Shqipëria nis të lulëzojë dhe ende nuk është e njohur për potencialin që ka. Kur të gjithë ta marrin vesh, do të jetë më e vështirë. Ekonomia shqiptare ka pësuar një rritje optimiste gjatë vitit 2024, sipas Instat, rritja ekonomike vitin e kaluar ishte 4%, ky nivel ishte më lartë sa projekcionet e institucioneve ndërkombëtare financiare si Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, të cilat parashikonin një rritje prej 3.7%. Sektorët që ndikuan në rritjen ekonomike janë turizmi, si edhe ndërtimi dhe pasuritë e paluajtshme. Turizmi është konfirmuar një prej motorëve kryesor të rritjes ekonomike në Shqipëri. Sipas të dhënave të Instat, rritja ekonomike ka rezultuar rreth 4% për gjatë vitit 2024. Sektori i turizmit ka nxitur ekonominë me anë të disa grupeve, si tregtia, restorante e akomodim. Nëse bëjmë një krahasim të ecurisë me të njëjtën periudhë të vitit 2023, ecuria ekonomike rezulton më e mirë. Për gjatë gjithë vitit, rritja është udhëhequr nga tregtia e akomodimi, ndjekur nga ndërtimi dhe administrata publike, e ndikuar kjo nga rritja e pagave. Sipas të dhënave të Instat, kontribut pozitiv në muajt e fundit të vitit 2024 kanë dhënë kryesisht degët administrata publike, arsimi dhe shëndetësia me 1.44%, ndjekur nga tregtia, transporti, akomodimi dhe shërbimi ushqimor me rreth 1%, aktivitetet të pasurive të paluajtshme, ndërtimi si dhe aktivitetet të tjera të shërbimit. Po ashtu, ndikim ka dhënë edhe rritja e pagave të administratës publike. Negativisht në ecurinë ekonomike ka envijuar që të kontribuojnë industria dhe sektori bujqësor. Shifrat e Instat për ecurinë ekonomike rezultojnë pak më të larta nëse i krahasojmë me parashikimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Këto dy institucione financiare në vlerësimet e tyre përcaktonin se ecuria e ekonomisë shqiptare do të ishte rreth 3.6%. Shtrenjtohet energjia elektrike në Kosovë, rritja e çmimit do të hyjë në fuqi në 1 prill dhe do të prekë të gjithë popullatën dhe bizneset, duke dhënë kështu efekt zinxhir në çmimet e produkteve dhe shërbimeve. Sipas vendimit, çmimi i energjisë elektrike për 800 kW harxuar në muaj do të rritet me 15%. Kosova siguron një pjesë të madhe të energjisë nga importi për shkak të burimeve të pakta të prodhimit. Nga muaj i ardhshëm, energjia elektrike në Kosovë shtrejtohet me 15%, por kjo lëvizje do të ketë një efekt zinxhir jo vetëm në xhepat e qytetarëve, por edhe tek bizneset, duke i detyruar ata të rrisin çmimet e produkteve dhe shërbimeve. Ishte zyra e rregullatorit të energjisë të Kosovë që paralajmëroi se nga muaji prill, faturat e energjisë elektrike do të pësojnë këtë rritje të çmimit. Aktualisht për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kWh, brenda një muaji, çmimi i energjisë elektrike gjatë ditës është 7.79 cent për kilowatt, ndërsa pas shtrejtimit pritet që 1 kilowatt të shkojë në 8.96 cent. Zyra e rregullatorit të energjisë shqyrton dhe cakton tarifat e energjisë elektrike çdo vit, dhe ato janë në fuqi nga 1 prilli deri në 31 mars të vitit pasues. Sipas këtij institucioni, rritja e tarifave këtë vit është e domosdoshme për shkak të uljes së prodhimit të energjisë, rritjes së konsumit dhe varësisë së madhe nga importet me çmime të larta. Kosova nuk mund ta sigurojë energjinë e nevojshme për mbi 1.6 milion banorët e saj,
vetëm me prodhimin e korporatës energjetike të Kosovës. Një nga arsyet është vjetërsia me dekata e termocentraleve, Kosova A dhe Kosova B. Kosova viteve të fundit është përballur me rritje të vazhdueshme të çmimeve të produkteve dhe shërbimeve. Shtrejtimi ka nisur në kohën e pandemisë së COVID-19 në vitin 2020 dhe ka marrë hov pasi Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës më 2022-shin. Kjo rritje nuk është pritur mirë nga qytetarët. Aktivistë të shoqërisë civile i kanë gjuajtur me tort kreu të zyrës së rregullatorit për energji. Jemi rikthyer në studio, po ndiqni News Hour. 40 vjeçari Rinald Rakipa, i cili dyshohet se drogoi 3 vajza të mitura në Vlorë, do të qëndrojë në burg deri në përfundim të hetimeve. Prokuroria ka si provë një video ku njëra nga 3 minorene që ai kishte marrë në hotel shfaqet duke konsumuar kokainë. Ka dyshime edhe për abuzim seksual me 15 vjeçaren, por për këtë pritet ekspertiza mjekoligjore. Rinald Rakipa, i 40 vjeçari, i cili u arrestua mbrëmjen e 23 marsit, është lënë në burg me akuzën e nxitjes së përdorimit të lëndëve narkotike. Gjyqtari Bevil Beqira, gjatë seancës me dyert të mbyllura, ka pranuar kërkesën e prokurorisë për ta lënë në arrest me burg 40 vjeçarin, i cili akuzohet për veprën penale, nxitje për përdorim droge. Prova më e fortë që ka në dorë prokuroria është video e filmuar nga njëra prej vajzave në hotel, ku shfaqet shoqja e saj, 15 vjeçare, duke konsumuar kokainë. Dyshimet janë se 40 vjeçari ka kryer marrëdhënie seksuale, por kjo akuzë pritet që të provohet ose të rrëzohet pasi të dalë përgjigje e ekspertizës mjekësore. Rinald Rakipa u arrestua pas denoncimit të nënës së vajzës 15 vjeçare, me të cilën shoqërohej prej disa ditësh ai. Nëna ka referuar se e bia është larguar nga banesa dhe ka fikur telefonin. E bia e kishte mashtruar se do kalonte natën tek shoqet, por më pas është provuar se edhe 2 të tjerat kanë mashtruar familjet në të njëjtën mënyrë. Me marrjen e denoncimit, policia e Vlorës u vendos në lëvizje, kreu hetime që quan në arrestimin e 40 vjeçarit. Gjatë dëshmisë në polici, të miturat kanë mohuar se kanë kryer marrëdhënie seksuale me të, por kanë pretenduar se kanë bërë një xhiro me makinë dhe më pas kanë qëndruar në një hotel në zonën e Skelës. 40 vjeçari në seancë ka mohuar të ketë patur dieni për moshën e vajzave. Prokuroria po vion hetimet për të zbardhur dyshimet nëse kemi të bëjmë me abuzime të mitura. Kemi mbritur me këtë informacion në fund të News Hour. Ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, ku mund të lexoni lajmet më të fundit nga vendi, rajoni e bota, po edhe të na ndiqni përmes valve të radios në 105 FM. Bashkëndajemi këtu vetëm pas pak, faqja 4 me kolegët Sali Doçi dhe Jeta Kasemi.